Radio Kosova, Radio Tirana, Radio Shkupi, Radio Mali Zi, Kufi, Prishtina beson në drejtsinë e kontrollit. programi i përbashkët me zhvillimet që të kalojnë kufin shtetëror. Kufi. Miqtë e emisionit Pa Kufi, mirë se vini edhe në një takim tjetër të përbashkët të serviseve publike. Tema për cilën do të debatojmë është mediat online, sfidat e këtij sektori mediatik në vendet tona, Shqipëri, Kosovë, Maqedoni e Veriut dhe Mali Zi. E ftuar në Radio Shkup gazetarja Lisa Halili. Ja mund të bësh prezantimin e të ftuarit tënd. Po, si që ju kam informuar në studio me mua është Dr. Sami Neza, ishte në kryetari autoritetit mediave audiovizive, që njihet në Shqipëri si AMA, ekspert i fushës, kontributor në fushën e medias. Zoti Neza, faleminderit shumë që je në Pa Kufi sot. Përshëndetje, është kënaqësi për mua të jem në këtë emision. Faleminderit. Po, koleg. Ja, faleminderit gjithashtu edhe për pedagogun Sami Neza, i cili vazhdimisht kontribon në emisionin Pa Kufi. Bëjmë lidhjen e parë edhe me Radio Kosovën, atje kolegja ime, Mirvete Uga, ka të ftuar profesorin universitar Musa Sabedini. Përshëndetje Mirvete, autori 6 librave. Përshëndetje me medali, përshëndetje edhe për të ftuarin tuaj, përshëndetje edhe për 2 kolegë tjerë në Tiranë dhe në Podgoricë për të ftuarit e tyre po ashtu. Unë kam ftuar profesor Musa Sabedini, profesor universitar, autori 6 librave dhe shumë punimeve shkencore. 3 nga librat e tij janë pikërisht për temën për cilën po flasim sot. Mirë se erdhe profesor. Mirëmëngjes, Mirëvete, faleminderit. Ju falenderoj shumë juve që jeni ju sot me ne dhe do kontribuoni në emisionin ton. Mirëvete, faleminderit, falenderoj edhe profesorin Musa. Duhet të paralajmëroj edhe kronikën që kolegët tonë në Martëzi kanë përgatitur. Atje gazetar është Violeta Gjokaj dhe i ftuari Senat Gile, redaktor në Radio Televizionin e Mali Zi, përgjegjës programit për Pakica. Atëherë pa mos humbur kohë, propozoj që debatin ta vazhdojmë, ta nisim fakt në Radio Shkup. Sfidat e gazetarisë online janë të shumta, padyshim. Unë kam të ftuar një gazetarës që merret, si thua, punon në mediat online, ajo ka nisur me hapa shumë të guximshëm. Lisa, si shkon puna në fakt, aty ku punon online Ora News, si quhet? Ora 24, fillimisht falenderoj shumë për ftesën. Është kënaqësi për mua të jem sot këtu me juve, edhe me të gjithë radio tjera që janë bashkërisht me ne sot. Të them, më vjen mirë që më prezanton si gazetare, unë se ende jam në fillimet e mia, nuk jam mësuar ta dëgjoj këtë epitet edhe sikur jam shumë modeste në këtë pjesë, edhe nuk preferoj ta cilësoj veten ende, për shkak se mendoj që ende kam kohë shumë për të krijuar përvojë dhe eksperiencën që më nevojitet me pa diskutim. Atëherë si duket në fillim kjo sfidë, është një sfidë e vazhdueshme në fakt, gjithë ato problemet me kohë. Se pikërisht edhe këto në Shkup tetov, si thua, gazetarët, studentët në fakt pak ka të interesuar në fushën e gazetarisë, nuk di pse ndodh kjo, por kur i shoh njerëzit e ri, domethënë ne bëjmë atë grishën tonë që ti bashkangjitëm, ka hapësirë për të gjithë, nuk e di pse kjo neglizhencë, brezat ri për të ballafaquar me sfidat e gazetarisë. Nuk e di sa realisht ka hapësirë për brezat e ri. Është bërë sikur media ka marrë atë kahjen e saj tradicionale dhe nuk është se lejon shumë figurat e fytyrat e reja. Ndoshta edhe për këtë arsye ka humbur interesimin tek të rinjt të kyçen në këtë, përveç përposa dhe shumë sfidave të tjera që i ofron ky sektor, sidomos në mediat online që përballohet edhe me ende më shumë sfida, duke qenë të para aspekti ekonomik, mbi gjithë të tjerat, që ka shumë sfida media online në krahasim me media tradicionale, për shkak se fillimisht mungojnë fondet nga institucionet, edhe nuk kemi mbështetje. Mbështetje presim prej bizneseve, prej sponsorizimeve, dhe është me të vërtet vështirë. Për të inkuadruar në media, është me të vërtet një fushë shumë dinamike dhe shumë interesante, dhe mendoj që ka njerëz që tentojnë, edhe që dojnë të kyçen në media, por nuk e di sa ka perspektivë në vendin tonë. Perspektiva mungon, pa diskutim. Kishe në fakt i shkrim, domethënë të gjithë brezi i ri kur t'u ofrohet atë promovojnë diçka, gazetar, libra, kështu, apo t'u ofrohet
një punë në Gjermani do të vraponin gjithë, nuk e di, kjo lëvizja si thua e njerëzve, mbase është fenomen global, nuk është vetëm me këtu i rajonit, por duhet guxim, domethënë për përballuar sepse ai si thua ai edukimi mediatik është sfidë për secili individ dhe kur je jashtë hapësirës mediatike duhet jemi të bombarduar me informacione të ndurshme dhe ne duhet në këtë aspekt bëjmë edhe zgjedhjen. Si ishte këto dinamika e vërtet këtë shpërthim të mediave online? Unë me të vërtet insistoj vazhdimisht, edhe pse jam ende shumë e re, insistoj nëpërmjet emisioneve të mia të përçoj tek shikuesit rëndësinë e edukimit medial, për shkak se nëse ti bombardohesh me manipulime dhe propaganda, se çdo i dyti mund të ka marrë guximin që të hap portal për përfitime personale, për përfitime materiale, apo për përfitime të politizuara, atëherë shikuesit bombardohen me këto propaganda dhe manipulime dhe nuk din të dallojnë manipulimin nga e vërteta. Dhe mendoj se edukimi medial duhet patjetër të jetë përposhtë të gazetarët, sigurisht të jetë pjesë e edukimit tek dëgjuesit, për shkak se ato tek shikuesit, për shkak se ato e marrin informacionin edhe ne si gazetarë jemi një urlipse midis qytetarëve dhe këtyre institucioneve që japin ligjet, që vendosin ligjet. Edhe me të vërtetë ne duhet ta përçojmë mesazhin, andaj duhet të jemi të sinqertë, të jemi të realt, edhe këtu dallon më së shumti mediat online nga media tradicionale, sepse është bërë shumë e lehtë që çdo i dyti të hap një portal edhe të dezinformon. Edhe nuk ka as pak etik gazetareske në këtë aspekt. Okej, Liza, faleminderit, ja. Vazhdojmë bisedën këtu në Tiranë, në studion e Radio Tiranës me të ftuarin ton, zotin Sami Nezaj. Zoti Nezaj, të vazhdojmë argumentin e kolegëve të Shkupit. Në një publikim të janarit të 2025-s nga Instituti Medias thuhet, ndryshon peizazhi mediatik, problemet mbeten po ato. Në fakt, si është ky peizazhi mediatik i mediave online në Shqipëri? Ju keni një eksperiencë dhe në Roma jeni vetë dhe autor, keni vetë një portal që administroni dhe të tjera. Autoriteti media audiovizive duhet të shpjeguar që në fillim që nuk ka të bëjë me online, shkak se ai është një rregullator i cili merret kryesisht me mediat audiovizive, domethënë radio, televizion, internet ose platforma të ndryshme përmes gjithsesi eksperiencë ka qenë natyrisht që është eksperiencë dhe po të flasim për mediat online në Shqipëri, kanë disa karakteristika në fakt të cilat nuk i kam hasur shumë, sidomos në media në Kosovës, me të cilën unë më shumë situash, më shumë lexoj ose më shumë ndjek në raport me mediat e tjera të qoftë të Maqedonisë Veriut apo të Malit të Zi. Mediat online në Shqipëri kanë një specifikë për shkak të obezitetit të madh të tregut të mediave online, dhe kanë një numër shumë të madh mediash. Pak vite më përpara flitej për rreth 800 adresa portalesh, por në fakt kjo është një shifër e fryrë, e cila është ngatruar kur është bërë, si thua, numërimi ose klasifikimi i tyre dhe me media ose faqe të ndryshme informacionit, të cilat praktikisht nuk janë media, ose faqe të ndryshme komunikimi që po ashtu nuk janë media. Numri mediave online të stabilizuar dhe që për shumë kohë është transmetojnë 24 orë është shumë i kufizuar. Në përshtim të mediave online të cilat janë platforma online të mediave tradicionale si televizionet apo gazetat, mund të numërojnë rreth 15-20 portale online të cilët janë efektive edhe transmetojnë sipas parimeve të gazetarisë profesionale. Sfida e dytë e mediave online në Shqipëri ka të bëjë me monetizimin e përmbajtjes. Pothuajse asnjë për mediave online në Shqipëri nuk arrin të përfitojë nga publikimi i përmbajtjes në qoftë në internet, qoftë në platformat mediave sociale, për shkak se së pari audienca është e ngushtë dhe ata nuk arrin dot të kalojnë pragjet e vendosura nga YouTube ose Facebook apo Instagram në mënyrë që të arrijnë të përfitojnë nga modulet ose nga algoritmet e monetizimit të përmbajtjes. Kjo para. Dyta, mungon në disa raste ka munguar edhe një farë kuadri ligjor i cili është shërben për të siguruar këto lloj platformash se nuk do ketë problemet të kalimit, problemet të cilat lidhen me pagesën e taksave ose me detyrime të tjera në raport me ligjet në Shqipëri që merren me këtë çështje. Kështu që
Ka ngelur që i vetmi e vetja mënyrë për të mbjetuar ose për të jetuar të mediave online është reklama, e cila po ashtu është kufizuar në Shqipëri. Praktikisht ne kemi 35 vite në ekonomi tregu, por ende nuk ka një edukat, ende nuk ka një edukat të transmetimit të reklamave ose të marketimit përmes mediave online, rrjeteve sociale, në raport edhe në vendet tjera të rajonit. Dhe kjo ka bërë që edhe së dyti po është edhe një gjë tjetër, tregu në Shqipëri për disa produkte është mjaft i monopolizuar dhe shumë për bizneseve të cilat në kushtet e tjera do ta kishin të nevojshme reklamën për të arritur tek konsumatori, nuk e kanë të nevojshme me atë për shkak të mungesës së konkurrencës. Të gjitha këto kanë bërë që në lojë të futen lehtësisht edhe aktorë të tjerë të cilët në kushtet e tjera do ta kishin mjaft të vështirë të interferonin në përmbajtjen e mediave online apo mediave të cilat transmetohet në rrjetet sociale. Së pari është pushteti, është qeveria i cili arrin të futet përmes teknologjisë të relativizoj peshën e kritikës në këtë rast ose të relativizoj peshën e lajmit të mirë në rastet kur asaj intereson, do të thotë që shton shpejtësinë e njërës dhe ul shpejtësinë e tjetrës, një kombinim i censurës me propagandën, gjë që ka ndikuar shumë, pavarësisht se ka një 15 pak më shumë ndoshta të jetës së mediave online në Shqipëri nuk është arritur ende të stabilizohet tregu i emrave ose domenëve të cilët janë të rezistueshëm në këtë sferë për shkak të ndërhyrjeve të huaja. Tani janë shtuar edhe modele të tjera të transmetimit online, të cilat nuk kanë nevojë për media, nuk kanë nevojë për specifikat të tilla ose për efekte të tilla të profesionalizmit siç janë influencerët. Influencerët arrin të marrin një pjesë të reklamës, por ashtu arrin të tërheqin një pjesë të mirë të audiencës. Të gjitha këto e kanë bërë si thuaç në dyshim, nëse gazetaria shkruar gjithnjë në pak është në duart e lexuesve për shkak se nuk ka më një edukat për të lexuar gazetën ose një sjellje të konsumatorëve apo të audiencave për të marrë gazetën, për të lexuar lajmin e gazetë. Ne mendojmë tani nëse edhe media online është e tillë sa mund të mbjetojë jashtë qertullit të bizneseve apo jashtë qertullit të mediave tradicionale. Çfarë mund ta thonë kurrë? Në media online tani po konkurrohet nga praktika të transmetimeve në rrjetet sociale siç është TikToku, ka thënë Reelsat, Story. Të gjitha këto nuk është nevoja që të kesh një faqe ose të kesh një platformë tënde. Secili prej kushdo mund të transmetojë dhe kushdo mund të bëhet krejtëpritur i suksesshëm dhe ndjekur qoftë edhe për një kohë të shkurtër në lidhje me këtë gjë. Ne në Tiranë, në Shqipëri ka influencerë të cilët janë mafagjat praktikisht, që kanë kohë që janë influencerë dhe arrin të ndikojnë edhe për mbajtjen përmes mesazheve të tyre që japin përmes këtyre praktikave, të cilat janë praktika ose janë formate të transmetimit, të cilat janë krejt ndryshe nga ajo që ne kemi mësuar në gazetari, se çfarë është lajm profesionist, një lajm i verifikuar, një lajm që vjen nga dy burime dhe ku diun. Së fundi edhe vetë interneti është dhe sidomos pjesa e platformave të mediave sociale janë problematike për shkak se nuk të ofrojnë mbrojtje. Çfarë duhet të thënë këtë mbrojtje? Do të mbrojtje nga burimet e tjera të pa identifikuara ose të pa edukuara me gazetari ose me profesionalizëm, siç janë sidomos dy vite të fundit ose vitin e fundit më shumë janë këto AI driver news portals, që janë portale të cilat praktikisht krijohen nga AI dhe një person mund të marrë si të është një shablon nga AI dhe vetëm me një enter arrin të konkurrojë duke vjedhur kontent dhe duke shfrytzuar për monetizim reklamat të cilat janë reklama ndërkombëtare që nuk kanë nevojë për adresa. Dhe edhe kjo është një problematikë tjetër. Bile kjo ka çuar edhe në rritjen ose në densitet të shtuar të lajmeve të rreme, të lajmeve të pa verifikuara, të lajmeve që çorodisin. Të lajmeve të qëllim, da? Po pastaj ka edhe mekanizma të tjerë, për shembull që sidomos depërtimi i fake newsit për interesa që mund të jenë politike, mund të jenë edhe interesa klanore, po mund të jenë interesa biznesit, të cilat arrin të qarkullojnë përmes platformave të ndryshme ose përmes mediave të ndryshme online. Sigurisht media të cilat nuk kanë standardet Për të gjitha këto realitete në pjesën e dytë do të diskutojmë më rëndësisht se si mund të rregullohet
kjo situatë që ekziston në mediat online në Shqipëri, por edhe më gjerë në rajon të kolegët të cilët do ta sillin kërkojnë e tyre. Kaq për momentin nga Studio Radio Tiranës. Faleminderit, ja, shkon në Radio Kosovë mirë vete? Profesor, ju jeni gazetar profesionist, ndërkohë jeni profesor në universitet dhe autori disa librave. Ta zhvillojmë bisedën duke i gëshëtuar këto eksperjencat tuaj të kaluara, të tanishme dhe realitetin në terren. Kemi një numër të madh të mediave që sot operojnë online, ndërkohë dhe media tradicionale. Ku e sheh median online personalisht, profesor? Faleminderit mirë vete, i dëgjova me kujdes edhe musafirët në Tiranë, Shkup. Realisht në Kosovë ekzistojnë diku afërsisht 510 portale. Këte flas me kompetencë, janë pjesë e bordit të këshillit të mediave të shkruar. A janë shumë për një vend të vogël sa Kosova? Janë shumë ekstern, janë shumë, po këto nuk janë të gjitha aktive, sepse sqaroj mirë Neza edhe për Shqipëri, pra disa realisht janë diku 270 që operojnë, pra që janë legal, që paguajnë taksa kështu me radhë dhe që dinë pronor. Këto portale normalisht është pyetja plotësojnë lajmin e mirë. Sigurisht i kam aksi shumë, unë jam profesionist, kam 10 portal, që 13 vite, i kushtoj shumë rëndësi në radhë parë mungesës së profesionalizmit, pra që mbetet si sfidë, sepse edhe tema ishte më duket që sfida e medias online. Gjithsesi. Sfidë kryesore mbetet pra mungesa e njerëzve profesionist. Një portal ka gazetar, pa fakultet krye të gazeterisë, s'ka redaksi të konsoliduar, mos flas për lektorë, redaktorë kështu me radhë. Po sigurisht një numër kaq i madh i portaleve do të duhej numër shumë i madh i kuadrove në Kosovë, nëse do të ishin profesionistë. Me gjatin e po flasim për të paktën për një themelus një portali i cili duhet paktën ta ketë fakultetin e gazeterisë të përfunduar të kryer, ose paktën të ketë përvojën në gazetari. Sepse portalet e shumta në fakt pastaj krijojnë probleme të natyrave të ndryshme. Dezinformimi, lajme të rreme, plagiatura, mungesa teksteve serioze, mungesa teksteve të sinqerta, mungesa verifikimit, unë merrem me etika nuk është asgjë tjetër pos disiplinë e verifikimit. Ju tek neve keni pasur që për shembull në mëngjes, nëse i ha portalet, sheh portalet, shumica kanë mungesë të informacioneve serioze ose mungesë të një lajmi të mirë mëngjes. Por shumica portaleve kanë mëngjes lajmi kryesor çfarë mund të kemi sot, që për mua është turp. Dhe për shumë duket sikur një copy-paste, cili ndoshta që hap janë informacionet e njëjta. Ndonjëherë harrojnë madje edhe të heqin emrin e portalit që ka cituar vetveten. Saktë, është ke portal domethënë dhe që i bardh çdo 5 minuta, 10 minuta, duke menduar që po klikojnë sepse joshja e klikimit është histori krejt veti, domagara për lajkat. Pa duke na shkalu pastaj këtë gazetarinë e mirë, siç tha Neza, gazetarinë e verifikimit, askund bot në fakt në Kosovë ne duhet ta respektojmë një element shumë të rëndësishëm. Verifikimin e informacionit. Tek ne media nuk e lodh kokën, ose nuk kujdeset shumë, të paktën të ketë 2-3 burime për një lajm të shkruar. Mjafton një titull bombastik, mjafton një titull joshës, mjafton një titull goditës, teksti brenda këtij zbrast. Pra e ke pa kuptim, nuk ka si më thonë strukturë tekstor ose strukturë gazetarore që i themi ne profesionist. Ndodhet të gjithat kështu? Nuk ndodhet. Apo ka dallim mes asaj medias online dhe tradicionales? Dëgjoni, media tradicionale është akrit tjetër. Pra ne flasim për gazeta. Gazetat tek ne tash s'ka fatkeqësisht. Jo. Ne tash po flasim për mediat online. Nuk punoj edhe në median tradicionale, punoj edhe në median online. Tash ti punoj në median online. Media tradicionale ka qenë më profesionale. Ka qenë më e vëshme se sot cilës mund t'i besoj më shumë, medias tradicionale apo asoj online? Media online është më shpejt. Është simon lajmi plasohet në sekond, minutë, nuk i ke të lashe, por me burimet verifikume, me saktësi, me korrektësi, me ndershmëri, me objektivitet, me sinqeritet, me ekuilibër, ka qenë media tradicionale. A ka rrezik që media tradicionale po zbret duke u përpjekur të ndjek median online në shpejtësi, sikur po e thoni ju? Media tradicionale tash është larg. Ka rrezik të degradohet, të zbret në nivel më të ulët se sa tradicionale tash nuk ka lidhje as degradohet, na faktikisht nuk kemi veçme këto gazeta Kosovë. Përveç konkurrencës? Por konkurrencë normalisht portalet se unë shpesh flas për të ardhmen e portaleve. Portalet e kanë të ardhmen. Nuk e kanë shumë problem. Më bani përshtypje kjo gazetarja në Shkup që tha s'më përkrojnë institucionet.
e kam në këshill për të institucionet nuk është mirë me përkrah portale. Jo, sepse nëse të përkrahen edhe të dirigjojnë pastaj. Ti atë nuk e gazetari i pavarur, pra jeni lloj servis ose në servili i pushtetit dhe kjo në Kosovë tek ne është fatmirësisht është bëjë mirë është precizuar, është një konflikt interese të jashtë. Po unë mendoj që unë sot e du media internacionale, sot e du gazetën, po del gazeta e ka montrë me pas me lezuar çdo mëngjes, po ajo ka vdekë e punë. Tash po flasim për një stat krejt ndryshe, një stat krejt tre. Pse ky numër kaq i madh i portaleve dhe pse ka kaq shumë gabime dhe pse ka kaq shumë defekte. Defektet kanë ekzistuar gjithmonë në portale përderisa portalet u thëshën nga njerëz që të kanë interesa të ngushta, pa që kanë agjenda ndryshme. Jo dini saktë cilat portale anojnë politikisht, cilat portale prodhon ose themelon brenda natës, brenda ditës. Mjafton zgjedhjet e funit kanë qenë 18 portale që janë kryer për 2 ditë. Janë kryer fushata zgjedhore, ato janë mbyll. Pra sepse një portal që nuk e ka në kokë të vendosur një profesionist të mirë, ai portal shohet vetë jo. Profesionistë mirë, për shembull personalisht punoj në portal, mos ka shans as me pagu komuna, as qeveria, unë mbietoj vetë me donacione sinqerta, me njerëz që e duan gazetarinë lumtuese, se më shumë e gazetarinë lumtuese, me njerëz që dojnë shoqërinë demokratike, shoqëria nuk është demokratike pa media të lira, pa pavarura, profesionale, pa gazetarë të guximshëm, pa gazetarë që trajtojnë tema me seriozitet, që trajtojnë tema vërtet edhe ulëmtuese, edhe dobipruese për publikun, për qytetin ku jetojnë. Si ndikojnë këto media në zgjedhjet politike, me që po e thonë edhe ju se janë krijuar edhe në kohë fushatash dhe se ka anime politike të ndryshme nga aksila prej tyre? Si ndikojnë këto në për zgjedhjen politike, duke pasur parasysh se ka ndikim edhe në krijimin e opinioneve në publik? Këto portale, kuptohet jo këta, disa prej tyre kanë agjenda të caktuara me përkrah një parti politik ose një lider politik. Këto realisht na bëjnë neve shumë dëm, neve portaleve që jemi pak më profesionale, edhe portale që kemi të rregulluar edhe me administrata timore paguajmë edhe domon tatimet i paguajmë me rregull, i paguajmë punëtorët me rregull, kontributet me rregull, dhe këto portale shkaktojnë bukur huti. Japin lajme të rreme, lajme të paverifikuara, për shembull, më shpesh ndodh në Gjilan ku aty ku jetoj, nëse ndodh një vrasje, shumica mediave serioze më thirrin mua. Pavarësisht se në rrjetet sociale ka X domon lajme të paverifikuara. Po shtetmeshme kjo ndoshta ndërkohë pjesën e dytë mund të flasim për shkelet e etikës, edhe etikës. Ju shihni pra me këtu ka portale që brenda 1 minuti e jap emrin, mbiemrin, fotografinë e personit të vdekur. Pra janë rrjete sociale që nuk e verifikojnë informacione. Ndërkohë që raportet e policisë, po edhe ne në media tradicionale që punojmë më gjatë në gazetari kemi atë etikën e mbrojtjes së identitetit shpeshherë, qoftë të viktimës apo duke i dhënë vetëm inicialet, sidomos të miturit. Por sado që ne përpiqemi ta bëjmë këtë, orë më parë gjërat kanë kaluar në publik, një temë tjetër kjo. Po si mund ta dalloj publiku një media të besueshme me atë më pak të besueshme, kur keni parasysh këto animet politike, ndezjen e debateve të ndryshme, ndikimit në diskursin publik? Dëgjoni na, ose dhe si profesor ligjërues gjithmonë i thon studentëve, kujdesuni për veten. Media ti kesh çfarë po lexoni. Pra, si më thonë, rujtja shëndetit mendorëve, higjiena mentale këto. Është krijimi i opinionit janë. Po, patjetër se ti gjatë ditës ti thith lloj-lloj informacione. Unë jam vetë gazetar, jam vetë profesionist, në mëngjes paktën mas i hapi 20 portale. Për 20 portaleve mjafton 2 lajme që mund të më verifikuar që janë të saktë. Sepse lajmet e tjera janë të saktë e ditë cili është lajmi rrem, cili është lajm që e ka botuar vetëm për me josh publikun, pra me kliku, me bëni like. Dhe di saktë, por publiku dyshoj që duhet kohë gjatë për marrë publiku më vedisu, për me ditë çka është një lajm i rrem dhe çka është një lajm i vërtet. Gazetari është shumë e thjeshtë, gazetari për me ditë se është lajm i rrem, as për me ditë se është lajm i vërtet. Kur i dinë shumë se është lajm i vërtet, pastaj ka shumë lehtë me definu se cili është lajmi i rrem. Prandaj u bëra këtë pyetje se ne që punojmë gjatë në gazetari dim ta dallojmë këtë dhe ndonse edhe ne lexojmë lajme të panevojshme gjatë gjithë ditës, po puna profesioni, por dim ta bëjmë seleksionimin. Por hasim shpesh në njerëz që na thonë e kam lexuar dhe e hedhin dyshime në atë çfarë dim ne. Jo, po rastën e fundit që ishte në Gjilan që humbi ky fëmijë, sa ishte harrova të dëgjosa çu zhduk. Po. Rrjetet sociale e kanë trishtuar një qytet. Pra ke qytetin të e gënjur, të e rrejt, e kena pa fëmijë për shembull
të minimarketet të CEA, këtë publiku është atje, domethënë ka qenë I humbë dhe gjumët. I humbë dy shkrimë, Si ndikojnë në përgjithësi rrjetet sociale tani? Ndikojnë shumë negativisht. Ja tha Neza më duket e tha mirë, kush është media online dhe kush nuk është media online. Këtu ka rrjete sociale. Është krijuar një konfuzion mes që thirren si janë media. Nuk janë media, ato janë rrjete sociale. Media online është, unë kam librin nga Gazetari, kam definuar shumë mirë, janë websajtet, janë portalet që ka redaktor, që ka redaksi, që I pagun taksa, që I pagun kontributet. Pra është që ka adresë, sepse harrova me thonë këtë sfida është shumë e rëndësishme. Që ka dhe përgjegjësinë pronarëve. Mos harroni kjo sfidë kryesore, dytë ose treta më radh është mungesa e pronarëve të portaleve. Kur e kam bërë librin për Gazetarinë online në Kosovë për shembull, po t'ju thoja për disa portale kush është pronar, ju do të merroni. Po ka pronar që është në Çeki, ka pronar që është në Kanadë, ka pronar që është në Austri. Po janë portalet në Kosovë, këtu funksionon, këtu vepron. Këtu ka tregun, ose mund të themi. Ka tregun, po, ka dikën që domthonë që po dinë ka autorizu, por është domthonë në drejtim më shumë keq. Po megjithatë ai ka pronarin. Po ka dikon më më thon 50% portale nuk kanë pronar, nuk I di titullarin. Pra dalin një grup, ekipi gazetarëve, nuk I di shoqërodorë. As ku të kërkosh përgjegjësinë edhe nëse ai lajm dëmton. Nuk kanë email, nuk kanë adresë, dhe kjo është bukësi e madhe. Profesor, kaq për këtë pjesë do të kthehemi edhe një herë në studion e Radio Kosovës pasi të kalojmë radhën te kolegët tjerë. Mehmedali. Nëse kemi gati kronikën e Radio Malizi, do ta transmetojmë. Ju përshëndesim ju në studio dhe mysafirët tuaj. Si plebë u kemi paralajmëror, unë sot për temën në fjalë, pra për mediat, do të bisedoj po me kënë më mirë se me kolegun ton, Senat Gidaj, I cili përveç gazetar, aktualisht është në detyrë të redaktorit në radio-televizionin ton, përgjegjës për programin për pakicat. Që nga avja në detyrë që polem, sigurisht se janë bërë disa ndryshime në mediat tona, por edhe në përgjithësi në mediat në Maltezi. Senat, a mund të na thoni diçka për këtë reforma, si në shtëpinë tonë, ashtu edhe në përgjithësi? Faleminderit për prezantim, kolege Viret, që nga marrja detyrës si redaktori I këtij programi, ne kemi ndërmarrë një sot reformash për të bërë përmbajtjen me gjithë përfshirëse, me cilësore, por edhe me pranë dëgjuesve dhe shikuesve tanë. Një nga prioritetet kryesore ka qenë forcimi I bashkëpunimit me popujt pakic për të kuptuar nevojat dhe pritshmëritë e tyre në veçanti për shqiptarët në Maltezi. Ne kemi shtuar numrin e emisioneve në gjuhën e pakicave, në televizion edhe për shqiptarët, dhe kemi prezantuar formate të reja që reflektojnë kulturën, gjuhën dhe traditat tona. Kur më vjen mundësia që të pranoj përgjegjësinë e redaktorit, e pranova me kënaqësi, sepse më në fund mund të provoja të ndikoja në përmirësimin e gjendjes së redaksisë në gjuhën shqipe dhe pa u bërë kohë dhe në plot vullnet ju çasa punës. Është normale se puna ime nuk është individuale, por me kolegët e mi. Qëllimi im ka qenë që në redaksitë shqip, të mos ne si redaksi shqipe, të mos jemi vetëm segmente, por të jemi dritare që pasqyrojmë jetën, kulturën dhe shqetësimet e shqiptarëve në Maltezi. Çka duhet të bëjmë të ndryshojmë ato se kërkon koha? Është vërtet se koha kërkon që reformat në media të përshtaten vazhdimisht me zhvillimet e reja dhe nevojat e publikut. Por të përmirësuar në atë situatën në mediat tona, duhet të ndërmarrim disa hapa kryq. Së pari, është e rëndësishme të forcojmë në të pavarësinë e redaksisë. Kjo mund të arrijë përmes miratimit të mekanizmave mbrojtës ligjor dhe zbatimit të standardeve etike të gazetarisë. Së dyti, mendoj se duhet të investojmë në trajnimin e gazetarëve. Teknologjia dhe formatet e reja të medias kërkojnë aftësi të përditësuara. Kështu që organizimi I trajnimeve për përdorimin e mjeteve digjitale, verifikimin e informacionit dhe provimin e përmbajtjeve është një domosdoshmëri. Për të qenë më pranë dëgjuesve e shikuesve, duhet të vazhdojmë të zhvillojmë përmbajtje që pasqyrojnë kulturën, traditat dhe gjuhën e pakicave që paraqesin. Senat, sigurisht se reporterët pa kufi çdo vit në paraqesin një pasqyrë të gjendjes së mediave në rajon, pra edhe në Maltezi.
E din se këtu tek ne nuk është ndonjë gjendje lakmueshme, por çka mund të na thuani ju për këtë? Sipas informatave që kam, në raporti më i fundit i reporterëve pa kufij për vitin 2025 pa për këtë vit, rendit më i mezi në vendin e 37 në 180 vendet me indeksin botëror të lirisë së shtypit, duke shënuar një përmirësim për 3 pozicionesh krahasuar me vitin e kaluar. Ky përmirësim pasuron disa hapa pozitiv drejt harmonizimit të legjislacionit me standardet evropiane, por dhe në luftim të presioneve të drejta ndaj gazetarëve pas ndryshimeve politike që ndodhen në vitin 2020 në Maltezi. Megjithatë, situata e mediave në Maltezi mbetet e ndërlikuar dhe përballet me sfida të shumta. Së pari më duket se pavarësisht përmirësimeve, liria e medias vazhdon të kërcënohet nga ndërhyrjet politike, sulmet e pashkruara me gazetarëve dhe presionet ekonomike pra lidhur me rrogat. 3 nga 5 rrjetet televizive me mbolim nacional, shtetëror, janë pjesërisht ose plotësisht në pronësi të huaj, kryesisht nga kompanitë nga Serbia. Kjo ngresh shqetësime për ndikimin e mundshëm të interesave të huaja me politikat reduktuese të mediave. Një vërejtje tjetër është se edhe pse shumica e sulmeve ndaj gazetarëve në vitet e fundit janë zgjidhur, shumë raste të mëpashme mbetën të pazgjedhura. Në raportet e organizatave ndërkombëtare, përfshirë prave reporteret pa kufi, theksohet se në Maltezi, mediat që mbulen pakicat, shpesh përballen me presionet të ndryshme, përfshirë ndikime politike, që mund të kufizojnë lirin e tyre. Në këtë kontekst, ndërsa ka pasur përparime në disa fusha, liria e medias në Maltezi vazhdon të përballet me sfida të mëdha që kërkojnë angazhim të vazhdueshëm për të siguruar një mjedis mediatik të lirë dhe të pavarur. Senad, koleg, e din mirë se koha në radio, sidomos në emisionin pa kufi, përsa i përket kronikës son, është e kufizuar, prandaj që ishte minutazha e rezervuar për studion tonë. Dëgjues të nderuar të emisionit pa kufi dhe të Radio Tiranës, Kosovës, Shkupit e Malit të Zi, ju falenderojmë për vëmendje dhe ju dëshirojmë ditë të mirë. Nga Podgorica për emisionin pa kufi, Violeta Gjokaj. Kronikën e kolegëve të Podgoricës në fakt e transmetuam ne nga Radio Tirana. Faleminderit, ishte kjo kronika e përgatitur nga kolegët tanë Podgoricë, gazetarja Violeta Gjokaj dhe të ftuar kishte kolegun tonë gjithashtu Senad Gilaj. Ne vazhdojmë këtu në Radio Shkup. Ftuara në Radio Shkup është Liza Halili, gazetare në mediat online. Liza, ndësha potencuam disa shumë pak sene, do më thënë edukimin mediatik, përmendëm funksionimin e portaleve, mediave online kanë si të sfidat e njëjta, gjithandej duhet të reklamat, duhet fondet, duhet si është do më thënë perspektivën e këtyre mediave dhe si është raportin me këto themi mediat tradicionale si televizione dhe jashtë që jemi aktualisht në radio. Të bëri përshtypje diçka krahasosh ndërsa dëgjojmë Radio Kosovën edhe Radio Tiranën ne mund të koncentrohemi shumë tema. Është interesante, radioja më pëlqen shumë realisht, më pëlqen është pak më ndryshe se sa të kesh kamerën përballë. Të bëj një krahasim të shkurt me disa medias këtu në Maqedoni, në krahasim me ato në Kosovë dhe në Shqipëri, realisht kemi mbetur shumë mbrapa. Kur shikon Kosovën edhe Shqipërinë dhe mënyrën e funksionimit të mediave dhe dimensionet që i ka media atje, është realisht diçka krejt tjetër, është dimension tjetër që të ofron perspektivë. Këtu te neve kemi mbetur shumë mbrapa, vazhdon të jetë tradicionale, po e lën mbrapa, mungon një mentalitet i ri, mungon kreativiteti, mungon edhe resurset. Edhe me globalizimin edhe me gjithë përhapjen e rrjeteve sociale tash, nuk i ikim dot mediave online, nuk i ikim dot as propagandave që vinë për krah këtyre mediave, mirë po mendoj që në një afat shumë të shkurtër, mediat online do ta kapërdin sektorin mediatik dhe do ta kryesojnë madje edhe median tradicionale. Nuk them dot që media tradicionale vazhdon të jetë normalisht, por gjeneratat e reja dhe jo vetëm i kanë më të aksesueshme rrjetet sociale dhe mediat online janë aty për to. Prandaj edhe e thash më herët, edukimi medial është atjetër
edhe siç e përmendën edhe të tjerat në Radio Kosova dhe Radio Tirana, është për një numër i hatashëm i portaleve që nuk e din dot askush i hap më. Prandaj duhet patjetër të ketë ligje në këtë aspekt dhe tashmë në Maqedoni vetë është në shqyrtime si për ligji për mediat online, ku do ta shohim saktë e mirë kush realisht punon pa doreza. Po, është sfidë, kemi thënë edhe ne, domethënë që është një bum informatika, i revolucioni kibernetik është i pashmangshëm dhe kjo përballja me llojeve të ndryshme dhe ne si gazetar, mbas jemi bezdisur duke shikuar vetëm televizion, vetëm ato tradicionale, hapim laptopin edhe shkojmë te temat, i kërkojmë temat që janë më aktuale. Bëhet tani ajo sfida e temave në fakt asaj çfarë duam të ndëgjojmë, të shohim. Këto podcaste tash janë bërë moderne, realisht asnjë nuk ka shkumendje se ky networku jon është domethënë radio kur e ke në internet është podcast edhe është një boom, domethënë tani radio nuk është vetëm që ndëgjohet nëpër etër, po shkon edhe në internet. Pakush shkon në çdo shtëpi shqiptare, në të gjithë botën. Gjithashtu edhe këto llojet e podcasteve janë ndonjëherë edhe më të mira se intervistat e zakonshme dhe emisionet televizive që i shohim, se janë më të pacenzuruara, do të kisha thënë. E ke lirinë, e ke kohën për të bisedu për tema të ndryshme pa e pas cenzurën që shpesh është e përfshirë nëpër mediat tona, qofshin ato tradicionale, qofshin ato online. Politizimi e bën më të madhen, cenzura është gjithandej edhe mendoj që kjo ndan njeriu prej realitetit edhe i mungon e vërteta. Po, kur shrohet pyetja, domethënë se në mediat kanë një një institucion të quaj vetë kontrolli, domethënë që kanë kriju etika, domethënë që bën si thua atë observimin, atë mbikëqyrjen ndaj mediat. Megjithatë, kjo nuk mund ndikoj vetëm jashtë politizimit. Kur ke politizim të mediat tradicionale, të duken më të afërta këto mediat e reja, dhe që ju të rritë janë pjesë tash më kollajshme, do thashë unë e këtyre mediave, megjithatë edhe këto që janë tradicionale janë të pashmangshme, sepse realisht ne kemi edhe atë rolin për të edukuar, jo vetëm për të informuar, por të lansuar si thua një rrugë ndryshme mbase nga sepse këtu dezinformatat na vijnë nga mediat e reja dhe mendon që një ligj do të mundte, ky ligj i ri tani parashek që patjetër ke 2-3 punësuar, patjetër ke regjistruar, por ka një tunel, si thua, që nuk e kontrollon dot, domethënë për të ato që plasojnë, ato që lansojnë dezinformata, do vazhdojnë ta bëjnë këtë. Dhe këtë si kontrollon dot qeverinë. Sepse një intervistë që kam bërë me një filozof, Ferit Muiç thotë, duhet të kthejë një ligj dhe një nen jeni të lira media, sepse ndryshe është vështirë edhe me ligj të kontrollosh këtë. Është shumë e vështirë për shkak se nuk mendoj se ligji do të ndalon veprimin e këtyre mediave që vazhdimisht dezinformojnë, mirë po nuk është fair ndaj mediave që funksionojnë sikur media tradicionale. Neve për shembull kemi një ekip të tërë që ndjek ngjarje, ndjek terrene, kemi emisione, vazhdimisht punojmë për të sjellë diçka tek një audiencë, jo vetëm titull sensacional për klikime, ajo nuk është fair ndaj punës që e bëjnë mediat serioze, mendoj. Kjo është problemi më i madh. Po, sfidë në vete, mëse. Qëtërsen çfarë shek në ajo që ne nuk e shohim të rritësashi, për shembull interesi i trive për mediat online, për të përfshirë, për të punuar, për shembull. Në përgjithësi, jo vetëm në mediat online, shihet në Maqedoni që ka interes shumë të vogël tek të rinjt. Kjo unë nuk ja vë faj. Për shembull, ardhja ime në media është diçka krejt që ndodhi natyrshëm, rrjedhshëm, nuk ishte diçka planifikuar, për shkak se neve e dim, aspekti ekonomik edhe ajo që të ofrohet nga media është diçka shumë e vogël që nuk të mjafton ty as të bësh një jetë normale, lema një jetë shumë të mirë. Patjetër e ke të mbash dy puna ose patjetër e ke kur ke të mbash familje, mendoj puna që bëhet si gazetar je i rrezikuar, vendon edhe shpeshherë varet nuk e din çfarë rasti të vjen në brenda politikave të një shteti, e vendon veten tënde në rrezik. Nuk të paguhet. Edhe në fund të ditës së gjithë veprojmë edhe punojmë për të jetuar një jetë më të mirë. Edhe kjo është problemi më i madh që i ndal të rinjt, mendoj, ka marrë kjo media një dimension tjetër edhe të rinjt e shohin me përbuzje median. Se jo të gjithë nisen me atë pasion edhe me atë
dashuria, ajo ndonjëherë zbehet kur është realitetin e një shteti, dhe neve në Ballkan fatkeqësisht nuk i kemi shumë punë të mirë në këtë aspekt. Por ti je student e arkitekturës dhe mbase në qoftë nuk arrin të mediat të shohësh veten në të ardhmen ke plan rezervë. Patjetër. Një kolegi jon në Radio Kosovë thoshte që prej start do ta dish që vetëm një punë nuk të mjafton, do të kesh edhe alternativë. Sidomos të neve Ballkani e ka të ke patjetër të kesh opsione të dyta, treta madje, nuk i dihet. Nuk i dihet. Si të duke emisioni pa kufi këtë si të është kaq minuta arritët në një konkluzë? Shumë interesant, shumë mendoj ndjem shumë e lirë. Edhe madje kjo është ajo që ta jep radioja. Më pëlqen se ka shumë opinione dhe shumë perspektiva të këndvështrime të ndryshme, për shkak se në fund të ditës neve jetojmë në rajone të përbashkëta edhe problematikat, sfidat i kemi aty për të gjithë. Diku pak më shumë, diku pak më pak, mirë po aty janë të pranishme për të gjithë neve. Shpresoj që mbet e kënaqur nga këto minuta që ti lëm disponim. Faleminderit shumë. Ja. Po vazhdojmë këtu në Radio Tirana, faleminderit me Dali. Vazhdojmë bisedën me doktor Sami Nezën. Zotin Neza, ju keni vetë një portal, droni.al mos gaboj. Jeni administratori ati portali dhe e keni gjithë eksperiencën për t'ju referuar ose për ta zhvilluar këtë vijimin e kësaj bisede bashkë me ato se kuptuar të çfarë dua të pyes në fakt. Edhe kolegët në studio tjera folën për gjithë realitetet që përcjellin median online, unë do të përqendrohem tek etika. Natyrisht profesionalizmi është hajka e çdo gjëje, por si mund të perfeksionohen këto veçori, këto cilësi që duhen me patjetër të jenë ka mekanizmave të rregullues, apo dikush tjetër mund të ndikojë në këtë aspekt? Nuk është thjesht, në Shqipëri në vitin 2018-2019 ka pasur një debat të madh në lidhje me një ligj, me një paketë ligjesh në fakt, e cila u quajtur paketa anti-shpifje nga propozuesit që vinin nga qeveria, dhe organizatat e gazetarë po përfshirën autoriteti e mediave audiovizive atëherë që u kërkua të jepte një opinion në lidhje me këtë projekt ligj që poshtë rrezoi. Arsyeja pse u rrezoi atëherë ishte sepse ligji synonte që të rregullonte përmes autoritetit media audiovizive që është një organ rregullator publik përmbajtjen online e cila futet tek përmbajtja e mediave të shkruara. Praktikisht kjo është një praktikë krejt e pranueshme për vendet e Bashkimit Evropian, ata sugjerojnë që të gjitha problemet etike ose problemet të cilat lidhen me profesionalizmin e mediave të shkruara duhet të zgjidhen përmes institucioneve të vetrregullimit, dhe vetëm në raste kur ka një interferim midis përmbajtjes televizive ose përmbajtjes në video dhe përmbajtjes online, vetëm atëherë mund të gjendet një rrugë ndërmjet me një miks midis rregullimit dhe vetrregullimit. Çfarë mund të kuptohet me institucionet e vetrregullimit? Institucionet e vetrregullimit janë ato institucione të cilat krijohen nga vetë mediat, dhe vetë mediat të bëjnë një kontratë ose bëjnë një marrëveshje që t'ju bindin atyre institucioneve në mënyrë kur është nevojshme ndërhyrja atyre për të rregulluar raporte të ndryshme të etikës me publikun në institucione apo me individë apo persona të ndryshme. Kemi në Shqipëri të tilla? Ka një praktikë në Shqipëri, diku para 3-4 vitesh është krijuar aleanca për media etike, në cilën janë përfshirë diku tek 30-40 media online, përfshirë dhe fazët online të mediave tradicionale. Kjo është një farë institucioni i cili u krijua me mbështetjen e institutit me mbështetjen e donatorëve të huaj dhe të Komitetit Shqiptar të Medias, dhe deri diku është funksional. Po plus të gjitha mediat online të cilët janë pjesë e kësaj aleance kanë të përfshirë dhe një modul, një algoritëm në faqen e tyre, një banner që ka një algoritëm pasigurisht, dhe në kurdo mund të bëjë vojtje në lidhje me një përmbajtje e cila mund të ketë cënuar interesat ose mund të ketë cënuar vërtetësinë e faktit, qoftë institucion, qoftë edhe individ. Dhe nëse nuk ka një përgjigje nga mediat, ka një komision të ndërtuar nga Aleanca Mediave Etike, i cili mbledh dhe vendos në lidhje me kërkesën ardhur nga lexuesit ose konsumatorët të ndryshëm audienca në lidhje me ndonjë shkrim ose me ndonjë publikim që është bërë në këto media online.
Dhe vendimi i këtij komisioni është i detyrueshëm për të marrë në konsideratë nga media online. Është një marrëveshje e bërë e pa referuar në ndonjë ligj, por është një marrëveshje, është një praktikë normale, domethënë praktikë Aleanca ka dhe kodin e vet të etikës, i cili përcakton qartë edhe sjelljen e mediave në media online në raport me profesionalizëm, po edhe në raport me përdorimin e rrjeteve sociale apo tashmë edhe të inteligjencë artificiale në prodhimin e përmbajtjes. Kolegët diskutuan, sidomos kolegu i ftuar i kolegës tonë në Kosovë, raste të tejkalimit ose të dizinformimit ose të ndonjë media dhe që përbëjnë shqetësim për publikun, domethënë lajme të jo të vërteta apo tejkalimi i përmbajtjes i allësirave të panevojshme në një lajme të tjerë, si mund të shmangen këto? Nëpërmjet të këtij mekanizmi vetë rregullues apo ka edhe penalitete apo është edhe diçka tjetër që në Shqipëri ta rregullojë Shqipëri ka ligje të cilat i parashikojnë të gjitha problematikat të cilat mund të ndeshen ose mund të hasen përgjatë konsumimit të mediave ose të produkteve mediatike të cilat cënojnë qoftë të liritë e individit, qoftë të drejtën në privatësi, gjëra të kësaj natyre, domethënë. Por duhet të them që lajmet e rreme janë diçka e cila ka me teknologjinë dhe do vijojnë me teknologjinë, natyrisht teknologjia të jep mundësi që ti luftosh ato të lajmet e rreme edhe përmes lajmet quajtura për klikime. Po, unë kryesisht për klikime, por jo vetëm për qëllime biznesi ose marketingi ose qëllime të monetizimit përmbajtjes, por edhe për qëllime të cilat janë politike ose janë qëllime biznesit, të cilat mjafton që të futen diku si lajm edhe subjekti fillon dhe interferon vetë pastaj me audiencat. Unë jam përfshirë në një projekt i cili mbështetet nga qeveria norvegjeze Smart Balkans, dhe pikërisht në këtë çështje në fake news në situata të ndryshme kryesisht në kontekst politik apo kontekst zgjedhor, është një kemi gjetur që një pjesë e mirë e lajmeve janë të shkruara shumë korrekt. Domethënë në plotësojnë të gjitha kriteret e profesionalizmit. Por titulli është tjetër gjë edhe një përmbajtje tjetër. Dhe pse ndodh kjo domethënë? Sepse përmes titullit ata dinë shumë mirë, domethënë tani dihet shumë mirë që titulli është kryesisht ai i cili komunikon në momentin e parë audiencat. Dhe është gjetur nga studimet të ndryshme të institucioneve ndërkombëtare se jo më pak se 60% e atyre të cilët janë interesuar për lajme ose çekojnë lajme në rrjetet sociale, sidomos në rrjetet sociale, po edhe në internet, nuk lexojnë më shumë se sa titullin. Kështu që ata qëllimin e realizojnë përmes titullit, qëllimin e lajmit të rrem ose lajmit të keq informuar. Por ndërkohë tekstin e kanë shumë korrekt. Nevoja e një media, domethënë e edukimit për median, ka plot të aksione në Shqipëri, që po edukimit mediatik, dhe unë shoh se ka ndryshim. Për shkak se njerëzit kanë filluar të kuptojnë, sidomos të kuptojnë ato portale, ato media, sidomos në rrjetet sociale, të cilat nuk janë media profesionale. Shumë e thjeshtë për të kuptuar një media profesionale nga një media profesionale. Të matësh mirë, domethënë janë media të cilat janë të qëndrueshme në treg, kanë kohë në treg, kanë një emër normal. Gjitha këto janë disa forma të thjeshta, të shpejta, po amo janë shumë të sigurta dhe të adresojnë tek burimet të informimit apo të lajmit të cilat vinë në mënyrë profesionale të kjo. Shumë faleminderit doktor Sami Nezaj për kontributin sot në Flaku Ufi. Është kënaqësi kur ju kemi natyrisht jo vetëm për ne, por edhe për dëgjuesit tanë për trajtesat që i bëni temave për cilat ne ju ftojmë. Kënaqësi për mua, përshëndes dhe kolegët në redaksitë të tjera. Faleminderit. Faleminderit, ja, kënaqësi edhe ne të dëgjojmë këndej nga Radio Shkupi, ishte kënaqësi që profesorin në Sami Nezaj kishim të ftuar në Flaku Ufi, shkojmë në Radio Kosovë të mirëvete. Po, kërkojmë gjësë, kemi lënë pak minuta, po.
Po, do të vazhdojmë profesor për sa të mundemi ta përkufizojmë këtë. E tërë ajo që u tha në 4 studiot deri më tani gjatë këtij emisioni, lidhur me funksionimin e mediave qoftë online dhe tradicionale dhe me informimin e saktë apo ndonjëherë edhe të pasaktë, dhe ndonjëherë krijimin e konfuzioneve mes lajmeve me burime të pakonfirmuara apo të konfirmuara jo mirë, thirret në emër të asaj lirisë së shprehjes. Ditë më parë ne morëm u publikua në fakt raporti reporterëve pa kufi, ku Kosova ishte në një gjendje më të përkeqësuar se sa që ka qenë viti i fundit, nga 76 në vendin e 99, një vit më herët ishte në 55, domethënë një përkeqësim i vazhdueshëm i kësaj situate. Si e pat ju këtë raport? Drejtë me thonë, për mua ishte shqetësues raporti, flet nuk është shumë përsu me politikën e gazetarëve, bojkoti mediave në zgjedhje nga qeveria dhe rritja e numrit të padive për gazetarët. Pra këto janë arsyet kryesore në cilat raporti e ka rënë Kosovën në vendin e 99. Pa e pas raportin hiç. Unë si profesionist mund të them se është hera e parë më këto 4 vite të fundit që jemi në një situatë shumë të përshtatshme, sepse realisht kjo qeveri prej ditës parë i ka pa mediat si nuk i ka pas si partnerë, po si kundërshtar, si armiq. Dhe është kriju, keni përshini edhe një narrativ shumë e habitshme që dëmon çdo tekst që është kundër qeverisë është armiqësor. Fakt gjithkund në botë, media, qeveria, institucionet të ndryshme janë partnerët të bashkëpunimit, po nuk janë partnerët të veprimit. Media, për shembull, mund të bashkëpunoj, po ne për shembull e pat Vjosa Osmani që ishte në Zvicër, doli keq bukur sepse media dashte një dham publicitet dhe ishte keq okay. Por nëse Vjosa Osmani normalisht është para shtetit për shembull, na media duhet me toleruar se media a lidhet kjo për shkak të gazetarisë hulumtuese që zhvillohet në Kosovë dhe sepse shpesh herë politika thirret në ato që me që po kundërshtohet ka shumë politika. Mediat online realisht kanë zbuluar afera të ndryshme, bajë afera të mëdha, afera skandaloze në cilat qeveria se ka patuar se asnjëherë më distancuar. Dhe kjo është një mes shumë e madhe. Ne kemi pasur qeveri të më pashme të Hashim Thaçi, të Isa Mustafës, të Ramush Haradinit, por vetë Hashim Thaçi që është distancuar disa herë për njerëz. Po ka pasur gjithmonë gazetari hulumtuese dhe mediat janë marrë me pushtetin gjithmonë, edhe pushtetin e kaluara. Ne këtë detyrë kemi. Tek e fundit roli i gazetarisë është e vërteta, si me zbuluar të vërtetën. Në momentin që ti zbulon të vërtetën, automatikisht kemë qenë armik i kësaj qeverie, që është shumë gabim. Qeveria ka shumë gabim. Pra ka shumë gabim, kam pas shumë respekt për disa njerëz që i kam me kolegë, por vërtet befasohem çdo ditë, madje ditën botërore të medias, pat incidente me turpërimet e kryeministit, me sinu mediat, kjo është vërtet e pafalshme. Po, pushteti thotë se pikërisht pse flitet kaq shumë për afera korruptive dhe ka gazetari hulumtuese, ata nuk e quajnë gazetari hulumtuese, po si të shohtë është gazetari hulumtuese publikimi i këtyre aferave, thotë se nuk është i vërtet ky raport. Ndërkohë që është ky një guxim i gazetarëve që vazhdon të bëj gazetari hulumtuese dhe të flasë edhe përkundër kësaj, apo ku është e vërteta, sepse nga politika nuk pranohet asesi se ky raport është i drejtë. E vërteta ekziston. E vërteta është ashtu siç e ka në raporti, bile fakt raporti është shumë i mangët për bindjen time. Unë për shembull jam gazetar hulumtues, i kam 35 kërcënime me vdekje, që në raport sfigurojnë, por ke punën time që e bëj. Unë nuk bën gosna, as për gjykata as bëj gosna, por më si e vërteta më thon, pra me respektu kodin etikës, me respektu etikën. Kërcënimet mendoni nga tulifare kam pas. Lexues anonim, njerëz bizneseve, njerëz se në fund të fundit nëse janë thjesht lexues anonim nuk mund të akuzojnë pushtetin. Por jo, s'ka lidhje për shpokali, por domethënë që kur ti hulumton tema të rëndësishme që janë domo problemore, që hulumtuese ti kemi pas probleme, kemi pas presione. Gazetari hulumtuese gjithmonë është rrezikuar. Është rrezikuar, do të ketë gjithmonë. Është mirë që mediat online disa prej tyre, jo të gjitha, prekin interesa të shumta, po prekin interesa, po prekin, si më thon, konflikte të mëdha të hapuna, cilat qeveria po ndihet keq. Por e vërteta duhet më thon. Dhe këto portale që ekzistojnë, që ka gazetar të mirë, ka gazetar hulumtues, mos të keq kuptohemi, nuk do të thonë që këtë mediat online janë këtë perfekt, sepse aty nuk kanë vërtet, ka gabime shumë. Sigurisht. Sepse unë për shembull kallëzo.com e Taxhara nuk e ke problem, sa është medium profesional, merret ekskluzivisht vetëm me tema hulumtuese. Paktën e din hulumtimin sa se si shkon procedura. Ka edhe të tjerë shembull që kanë bërë tema të mira edhe që janë gazetarë të guximshëm, pavarësisht mos harroni kjo qeveri ka një agjent speciale kundër medias, që kur s'ka ndodhur. Por kjo ka qenë shumë bashkëpunuese me media diku. Po ka qenë kur ishte në opozitë. Jo dini, por kur ishte në opozitë, vetëvendosja ka qenë atashme, bashkëpunuese, i ka thirrë gazetarët, ka bashkëpunuar mediat,
ka plasu lloj informacioni, ka shfrytzuar mediat në maksimum. Mediat e Kosovës kanë kritikuar të gjitha pushtetet pa dallim dhe kanë bërë hulumtime për të gjitha pushtetet pa dallim. Madje edhe kanë rrëzuar pushtetin, nëse mund të themi shumë atëra që kanë dalë nga mediat, kanë prodhuar si pasojë rëmjen e pushtetit në një formë apo në një formë tjetër, po piknisja ka qenë tek mediat, tek gazetaria hulumtuese. Nuk kupton kjo që mediat në fakt do duhet jenë gjithmonë kështu të pavarur dhe ta kritikojnë secilin pushtet, pse duhet media këtë role ka. Media çat minutë që bëhet e varur nga pushteti s'ka media. Media fatmirësisht disa portale të rëndësishme kanë financime prej donacione të huaja dhe po mundin me ekzistu. Po ndryshe, po nëse bin viktime e këtyre njerëzve që janë në pushtet, kjo media s'ka më ekzistu kur ose s'ka më funksionu kur. Unë i los edhe kërkoj për gjitha mediave serioze, portaleve online që vërtet mos të ndalen. Jo me kritiku pa adresë dhe pa nevojë, po me paraqit tema hulumtuese, argumentuese, të verifikume si që ka ndodhur deri tani. Profesor, falenderoj shumë që ishin në emisionin Pa Kufi dhe kontribuat me diskutimet tuaja. Ju presim edhe të tjera. Në Pa Kufi sot pra miq folën për mediat online, për sfidat e këtij sektori mediatik në vendet tona të rajonit. Në studion e Radio Tiranës ishte doktor Sami Neza, eksperti i kësaj fushë. Në studion e Radio Kosovës ishte Musa Sabedini, profesor universitar. Në studion e Radio Shkupit ishte Lisa Alili, gazetare. Në studion e Radio Malit të Zi ishte Senat Gilaj, redaktor në Radio Televizionin e Malit të Zi, gazetar. Në studion e Radio Kosovës Mirve Teuka, në studion e Radio Shkupit Mehmet Ali Jusufi, i cili bëri dhe moderimin e këtij emisioni. Në studion e Radio Malit të Zi Violeta Gjokaj. Dërsa këtu në Tiranë unë jam Omar Gjeka, që ju përshëndes, ju falenderoj të gjithë ju që na ndoqët dhe ju them se takohemi të hetën e ardhshme me një temë tjetër që do ta përcaktojmë së bashku në fillim javë. Mirëmbëjtje deri të hetën. Faleminderit. Miru dëgjofshëm.